Mirëmbrëma zonja zotëri këto elementorës 20, fillimisht ja dhe kryetitujt. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić po qëndron në Tiranë si mysafiri homologës shqiptare Edi Ramës, kësaj radhe vetë foli për Kosovën të cilën e quajti pjesë Serbisë, derisa një koqirin në përqeshje se mrolet vetëm para kamerave. Sulejman Selimi dhe Samil Ushtaku bashkë me ish luftëtar të tjerë të UÇK-s të akuzuar në procese Drenica 1 dhe 2 u dënuan sot me burg për krime lufte. Selimit u shqiptuan 14 e Ushtaku 12 vjet burgim. Qeveria e Kosovës ka vendosur ta dërgojë në kuvent projektligjin me të cilën forca e sigurisë së Kosovës transformohet në ushtri, por kundër amandamenteve u shfaqën serbët që janë pjesë e kabinetit të Isa Mustafës. Futbollistat e vllaznimin nga Gjakova kanë bojkotuar klubin në ndeshjen e Superligës ndaj Trepçës të THN, kjo për shkak të borxhet e në vend të në fush u paraqitën junior dhe kadet të cilët ishin të dobët për mysafirët. Super ylli i muzikës pop Rihanna mund të ketë bashkëpunim me një kosovar. Klan Kosova ka zhvilluar një intervistë ekskluzive me babain e këngëtarës i cili konfirmoi planin për duet me Freskim Ramën. Super ofertë në dyqanet e Komodita Home. Për çdo organ të blerë Pierre Cardin, përfitoni falas 2 astëk nga e njëjti brand. Gjykata themelore në Mitrovic ka shpallur fajtor Sulejman Selimin dhe Samil Ushtakun për krimet të kryera gjatë luftës në Kosovë. Të parin e ka dënuar me 14 e të dytin me 12 vjet burgim. Në burg do të dërgon edhe të gjithë të akuzuarit në procesin Drenica 2. Vetë erdhën të relaksuar në gjykatën themelore në Veri të Mitrovicës. E interesimi për të dëgjuar fjalën e fundit ndaj tyre është i madh, andaj duhet që dikush të mbajë rend. Por verdikti i trupit gjykues nuk solli lajmet e mira për ish udhëheqësit e UÇK-s Sulejman Selimi e Samil Ushtaku. Ish komandanti i zonës së Drenicës Samil Ushtaku u dënua me 12 vjet burgim. Kjo gjë u bë në bazë të dëshmisë së dëshmitarit të mbrojtur D. Samil Ushtaku është fajtor për veprën penale si në vijim, se duke vepruar në mënyrë brutale ja mori jetën me dashje një mashkulli të paidentifikuar që fliste shqip, në atë mënyrë që i kishte vënë pistoletën e tipit TT në kokë, derisa viktima kishte duart e lidhura. Më pastaj kishte shkrepur 3 herë në kokën e këtij mashkulli në një lokacion mes fshatrave Dubovce Galic. Jahir Demaku, Sabit Geci, Sahet Jashari, Ismet Haxha e Avni Zabeli u liruan nga akuzat në këtë rast që njihet si Drenica 1. Por më së rënde e pësoj Sulejman Selimi, ky duke qenë pjesë e procesit Drenica 1 dhe Drenica 2, mori gjithsejt 14 vjet burgim në 2 raste. Ky u gjet fajtor për torturim të dëshmitarit Ane Likovc. Nga dënimet nuk shpëtoi asnjë nga pjesëtarët e Drenica 2. Pasi që është vërtetuar se me dashje kanë kryer dhunë, trajtim i zorë të dëshmitarit, për këto vepra penale ata dënohen me dënim unik. Sulejman Selimi 8 vjet burgim, Jahir Demaku 7 vjet burgim, Zeqir Demaku 7 vjet burgim dhe Isni Thaçi me 7 vjet burgim. Për pjesëmarrje në këto krime me nga 3 vjet burgim janë dënuar Driton Agim Bashkim e Selman Demaj, si dhe Fadil e Nexhat Demaku. Ky aktgjykim la të befasuar avokatin e Sulejman Selimit. Ne do të apelojmë në tërësi këtë vendim. Qëndrimi ynë mbetet i njëjtë ashtu siç e kemi paraqitur në gjykim. Ne i kemi dhënë argumentet tona. Dëshmia e dëshmitarit A është e pabesueshme. Ankesë po paralajmëron edhe avokati i Samil Ushtakut. Kemi bazë të fortë për ankesë, kështu që besoj që në shkallën e dytë do të korrigjohet kjo padrejtësi, ta them. Pak fjalë për këtë vendim, tha deputeti Fadil Demaku, që u dënua me 3 vite burgim. Konsideroj që është një vendim i padrejtë për të gjithë të akuzuarit dhe jam i bindur që më shpejt në fazat e tjera të gjykimit drejtësia do të vinë në vend. Ndaj të gjithë të dënuarve me mbi 5 vite burgim, gjykata urdhëroi para burgimin e menjëhershëm. E për ta bërë këtë gjë, në oborrin e gjykatës u shfaqen shumë forca policore, ndërsa dëshira për të përshëndet më të afërmit bëri që disa familjarë të kenë fërkime edhe me forcat e rendit. Në vazhdim do të rikujtojmë se çfarë pati rrëfyer në gjykatë dëshmitari A, për të cilin Sulejman Selimi u shpall fajtor. Mas një 2 ore, a nuk e di sakt, unë isha totalisht ja livanosur nga rrahjet e tyre. Ka ardhur një person, më ka për gjoksi dhe më ka ulur në një krevat të drurit. Më rriti shuplaka dhe më thoshte se po ta nxjerri pijen. Ai u prezantua si sultani me emrin e vërtet Sulejman Selimi.
Hajrullah Morina ishte i plagosur nga disa ushtarë të Jahir Demakut. Ai më tha se ishte duke dërguar disa femra komandantëve në Bajice dhe Tërdevc. Kur arrita në Gollopole, aty kanë qenë një pikë kontrolle UÇK-s. Nuk e ndala kerën se ushtarët ishin të fjetuj. Kur kam kalu une, ata janë zgjuar, kanë gjuajt me armë, kanë plagu shok e poshtë. Në atë moment ka vdekur një vajzë dhe të tjerët janë plagosur. Syrin e djathtë e kam shumë të lënduar, kur nuk shoh me të. Veshën e majt shumë të lënduar, nuk dëgjoj fare me të. Prej maltretimeve që më janë bënë në Likovc, më falni në shprehje, po më kanë tredh dhe nuk kam qenë në gjendje të bëj marrëdhënie seksuale me gruan që prej asaj kohe. Ky vendim i gjykatës Mitrovicës i mërziti shumë banorë të Drenicës, bile dikujt në Skandereja prishje dhe planet për fest. Është ora 9 e mëngjesit të së mërkurës. Banorët e Skenderajit po presin në heshtje vendimin e gjykatës në Mitrovicë për akuzat ndaj kryetarit të tyre Sami Lushtakut me bashkëlufttarët që fajsoheshin për krime lufte. Për dikë, faji që i ngarkoi ish komandantit të zonës së Drenicës nuk do të mund të vërtetohej. Besoj 100% që duhet me luftë se njerëzit janë pa fajshëm. Njerëzit kanë luftuar për popull, për drejtat tona. Madje, aq shumë ishin optimist sa që bëheshin gati edhe për fest. Janë pa fajshëm ata. Pra e sa me festu mbrëmje, që të qysh. Mirë po, këto plane u prishën brenda orës. Sami Lushtaku dhe Sulejman Selimi u shpallën fajtor dhe u dënuan me burg. Sa i përket vendimit gjykatës që ka marrë për komandantin tonë, Sami Lushtaku dhe Sulejman Selimin, është i padrejt, i palegjshëm, me qenë se na kena prisë sa se bëhen të lirë. Ky vendim e ka hidhëruar fort edhe një ish pjesëtar të UÇK-s. Me një ironi të madhe, me qenë se kriminalët që bënën krime shkatërruan tërë Kosovën, së titën të lirë në për Beograd, në pjesën e veriut Mitrovicës, ndërsa shërimtarët, ata që dhanë gjithë shka për këtë popull, sot dënohen pa asnjë arsye. Në familjen e Lushtakut nuk dëshironin të vlisnin. Roja e sigurisë i tha ekipit të klanit se askush brenda shtëpisë nuk dëshiron të kontaktojë me media. Megjithatë, shëndrimin e familjes e shprehu djali kryetarit të Skenderajit, Mergim Lushtaku. Nuk është një mision evropian, është një mision rus dhe serb. Nëpërmjet një komunikate për media, komuna e Skenderajit vendimin e gjykatës themelore në Mitrovicë e vlerësoi si proces politik me të cilin u synua të dëmtohet imazhi i Lushtakut si udhëheqës ushtarak në luftë dhe udhëheqës briljant në paqe. Qëndrim të njëjtë ndaj këtij vendimi ka edhe Drenasi. Kryetarit të cilës komunë u dënua me 3 vjet burgim në procesin Drenica 2. Zyrtarët të kësaj komune besojnë se drejtësia ndërkombëtare në Kosovë ka dështuar dhe është vënë në shërbim të Serbisë. Por shumë më të trishtuar se qytetarët me këtë vendim të gjykatës u shfaqën bashkëluftëtarët e të dënuarve. Ndaj vendimit reaguan edhe disa subjekte politike. Këtë fotografit e Sulejman Selimit e vendosi të mërkurën në faqen e tij në Facebook një vartës i tij i dikurshëm në luftë. Recep Selimi deklaroi dhe publikisht për krajën e komandantit e tij pasi u dënuan nga gjykata në Mitrovicë. Aty shkroi edhe një porosi. Një grush që s'narëzon veç ka na forcon. Vendimin e gjyqtarëve të Uleksit e cilësoi si padrejtësi ndaj luftës së UÇK-s. Kur bëhet fjalë për dënimin e luftëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, atëherë duhet të them që këtu s'bëhet fjalë më për drejtësi. Këtu bëhet fjalë për dënim paraprak dhe UÇK-ja po vazhdon të jetë nën atak. Dënimin e bashkëluftëtarëve përjetoi rënd edhe Daud Haradinaj. Personalisht për mua ata i kanë vlerat e luftës edhe ashtu i respektoj deri në vdekje. Për mua ata janë njerëz të vendit që i kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm këtij vendi. Organizatat e dala nga lufta e ushtrisë çlirëmtare të Kosovës kanë kundërshtuar vendimin ndaj të akuzuarve në procesin Drenica 1 dhe 2. Ata këto gjykime i konsiderojnë si të orkestruara nga Beogradi dhe janë përpjekje e vazhdueshme për kriminalizimin e luftës së ushtrisë çlirëmtare të Kosovës, me tendenca për të barazuar luftën e shenjtë me luftën kriminale dhe gjenocidale të Serbisë që e ka bërë në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se dënimi i grupit të Drenicës është ndjenjë rënd për të gjithë ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe familjarët e tyre. Ai beson se pastërtia e luftës së UÇK-s do të dalë pastër. Nëpërmjet një letre publike, vetëvendosja ka akuzuar misionin e Uleksit, i cili sipas tyre po degradon qëllimisht luftën për liri, që u pa edhe në dënimin e komandantëve të UÇK-s në momentin me kritik të Kosovës.
Në reagimin e saj Nisma për Kosovën ka vlerësuar se marrja në përkëmbë vlerave të luftës ka filluar me Unmikun, po vazhdon me Euleksin dhe nëse të premten merr miratimin e deputetëve të Kosovës, do të vazhdoj me gjykatën speciale. Vendimi përfundimtar i gjykatës për të akuzuarit e rastit Drenize mund të dërgoj komunën e Skënderajt dhe atë të Drenasit në zgjedhjet jashtëzakonshme për kryetar, por Ministria e Pushtetit Lokal thotë se për këtë publiku do të njoftohet me kohë. Në rast se ky vendim bëhet i plotfuqishëm, banorët e Drenasit dhe Skënderajt do të duhet të dalin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Edhe kryetari i komunës së parë në Gjademaku dhe ai të dytës Samil Ushtaku të mërkurën u shpallën fajtor për krime lufte. E në kësi raste, ligji për vetëqeverisje lokale parashet zgjedhje të jashtëzakonshme. Në atë rast duhet që presidentja brenda 10 ditëve të shpallë datën e zgjedhjeve dhe më së largu zgjedhjet për kryetarët e komunës duhet të mbahen brenda 45 ditëve. Por verdikti final sipas Krasniqit mund edhe të vonoj. Po nëse gjyqësori tregohet efikas, mundet shumë shpejt, ndoshta brenda 2 muajve të kemi zgjedhjet jashtëzakonshme për kryetarët komunal, po në raste të nënkaluara kanë treguar që kjo mund prolongohet edhe me vite. E pavarësisht kësaj, Krasniqi thotë se të dy kryetarët e komunave nuk duhet të presin verdiktet, por si përgjegjësi morale të japin dorëheqje. Kështu qytetarët do të kenë një kryetar që do t'ju përkushtohet komplet zhvillimit të komunës. Për organizimin e zgjedhjeve i gatshëm është shprehur edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Eklan Kosova ka provuar të kontaktoj edhe Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, mirëpo zyrtarët e saj nuk kanë dashur të interpretojnë ligjet që parashohin zgjedhjet, vetëm se kanë thënë se me kohë do ta informojnë publikun lidhur me masat konkrete dhe obligimet e këtij institucioni. Në zgjedhjet e 2013 në Skënderaj, Samil Ushtaku u rizgjat kryetar me më shumë se 81% të votave, ndërkohë në Gjademaku mori mbi 64%. Të dy në krye të komunave u zgjodhen pa balotazh dhe atë për herë të dytë me radhë. Demokratike të Kosovës në Drenas. E pak ditë para kuvendit zgjedhor të LDK-s kanë filluar sherrjet me disa degë, kryesisht në diasporë. Kryesia qendrore po konteston të zgjedhurit në degën e Gjermanisë, Zvicrës dhe Klokotit me arsyetimin se pati manipulime. Ka gati 3 javë që kur Donika Gërvalla është vënë në krye të lidhjes demokratike në Gjermani. Por zgjedhja e saj tashti po kontestohet nga kryesia qendrore e LDK-s, e cila ka anuluar tërësisht ato bashkë me zgjedhjet në Zvicër e Klokot, me arsyetimin se ka pas manipulime në nëndegët të tyre. Gërvalla po pretendon se ky vendim i partisë ka qëllime të tjera. Isa Musafa, i cili e njeh mjaft mirë organizimin e LDK-s në diasporë, se ka jetuar vite me radhë në Gjermani, nuk beson që do të mund të ketë përkrahje nga ajo strukturë e LDK-s dhe prandaj janë përpjekur ndoshta të krijojnë një situatë të tillë. Ajo nuk po pranon vendimin e kryesisë së LDK-s dhe thotë se do të jetë në kuvendin zgjedhor të partisë, i cili mbahet të dielën. Ne kemi të drejtë marrim pjesë në këto zgjedhje. Ajo vot nuk mund të kontestohet në këtë formë. Ajo është kontestuar në mënyrë arbitrare dhe selektive në një bisedë që është zhvilluar mes kryesisë. Njësoj do të veprojë edhe kryetari i degës së Zvicrës, Shefqet Dibrani, i kontestuar nga Prishtina. Ky është një manipulim i kryesisë qendrore, pasi nuk kanë quë përfaqësuesin e vet me i vëzhgu ato dhe gjitha kuvendi jonë është zgjedh konform gjitha normave statutare. Në një mendje me Gërvallën e Dibranin është shfaqur edhe Vjosa Osmani, e cila tashmë ka bërë publike kandidimin e saj për të parën e partisë. Sipas saj, kjo kryesi ka tjera probleme për të cilat do të duhej ta ngriste zërin. Duke filluar nga vetë zoti Mustafa, i cili ka kërkuar nga gjithë delegatët që të hyjnë në votë të fshetë, përveç tij, i cili ka ardhur me aklamacion, gjë që nuk e lejon statuti i LDK-s dhe rregulloria për zgjedhjet. Të pakënaqur me procesin zgjedhor të LDK-s janë shfaqur edhe dega e LDK-s në Kanada, ndërka sekretari i përgjithshëm i partisë Ismet Beqiri i ka thënë Klanit se nuk kanë çfarë të shtojnë përveç komunikatës për anulimin e zgjedhjeve në degët e Gjermanisë së Zvicrës. Ndërkohë analistët besojnë se Isa Mustafa do të fitojë edhe një mandat tjetër për kryetar të LDK-s. Në emisionin Zona Debatit në Klan Kosova, ata thanë se megjithatë kjo nuk do të ishte e mirë për LDK-n. E diela e fundit e majit është dita kur do të dihet nëse Isa Mustafa e ka ditën e fundit si kryetar i LDK-s, apo do të fitojë edhe një mandat.
E si pas analistëve, me gjas do të ndodh kjo e dyta. Zoti Mustafa nuk do të ketë ndonjë sfidë nga ndonjëri nga kandidatet të cilët tani më e kanë shpallur kandidaturën e tyre për të marrë udhëheqjen e LDK-s, dhe kjo për faktin sepse kemi një LDK e cila më në fund është në pushtet. Dhe ky pozicion i tashëm, në cilin gjendet Lidhja Demokratike, realisht e imponon Isa Mustafan që të jetë kryeministër i fortë i zgjedhur nga delegatët. Jo nuk mund ta shohni një kryeminist. Se Mustafa është favorit përballë Vjosa Osmanit, e thonë edhe Nexhimedin Spahiu e Behlul Beçaj. Ky i fundit i ka edhe arsyet pse e beson një gjë të tillë. Rreth vetës, posaçërisht leadershipi ka një rreth hipokritësh, rreth konformistësh dhe vazalësh. Spahiu thotë se fituara e mundshme e Mustafës do t'i kushtoj shumë LDK-s. LDK shkon sigur drejt shkatrimit dhe këtë e din elektorati, duhet ta dinë edhe ata që votojnë, domethënë ata 355 delegatë kur votojnë të dielën. Me këtë nuk pajtohet Morina. Mos jep ca konstatime qesharake do të shuhet Lidhja Demokratike. Nuk varet fati i Lidhjes Demokratike vetëm prej Isa Mustafës. Por edhe Beçaj mendon se fitoria e Mustafës është në dëm të LDK-s. Ky lider në fakt është antilider i cili e ka sakrifikuar LDK-n për shkak të interesit të tij. Gjatë debatit që do të transmetohet të jetër mbrëmën e zonën e debatit, analistët dhanë edhe argumente shtesë rreth koalicionive të mundshme në mes të anëtarëve të LDK-s dhe mundësisë së paraqitjes së sa më shumë kandidatëve. E konsideroj befasi nëse e di nëse Isa Mustafa zgjedh Isa Mustafa, kjo është befasi. E gjetë zgjidhjen. Ju informojmë se zonën e debatit mund të ndishni nesër në orën 21. Qeveria e Kosovës ka miratuar projektligjin për krimin e ushtrisë së Kosovës, kundër tij votuan anëtarët serb të kabinetit të Isa Mustafës. Kosova shumë shpejt do të ketë ushtrinë e saj. Të mërkurën, qeveria e vendit procedoi në kuvend amandamentet për ndryshimin e kushtetutës për themelimin e forcave të armatosurat e Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa tha se faku do të jetë për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim etnie. As mbi bazë etnike themi të shumicës shqiptare, as mbi bazë etnike të etniteteve tjera, për cilat ka pas trumbetime mjaft mëdha në opinion tani. Është një forcë unike në interes të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Por kundër këtyre amandamenteve votuan zëvendës kryeministri i Kosovës nga lista serbe, Branomir Stojanović, dhe një ministër nga ky subjekt. Treguan edhe arsyet e kundërshtimit. Kemi pritur që të kemi një dialog më të gjerë në këtë temë. Dialog për këtë nuk ka pasur, por shpresoj se do të ketë. Kurse sa i përket pranisë sonë në mbledhjen e kuvendit, besoj se do të bisedojmë për këtë çështje më gjerësisht. Amandamentet para ekzekutivit i prezantoi ministri i FSK-s, Haki Demolli, i cili tha se ato derivojnë pas miratimit e strategjisë së rishikimit të sektorit e sigurisë vitin e kaluar. Me tekst të veçantë amandamenti numër 35 që plotson dhe ndryshon nenin 126 të Kushtetutës së Kosovës është amandamenti thelbësor që transformon forcën e sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura. Demolli shtoi se sikurse amandamentet, ashtu edhe projekt ligji për transformimin e FSK-s në fakt, do të riprocesohet nga qeveria, me që vitin e kaluar nuk kishte arritur miratimi i tij për shkak të shpërbërjes së kuvendit. Forca e sigurisë së Kosovës pati sot ushtrime me amerikanët. Ato ta ndihmojnë Kosovën i bëri në aeroportin e Gjakovës. Guzimi nuk po jo mungon. Pjesëtarët e forcave të sigurisë së Kosovës treguan edhe aftësi të tjera, gjatë një ushtrimi të përbashkët për raste të fatkeqësive të ndryshme me parashutistët luftarak nga ushtria amerikane. Për të parë ushtrimet e përbashkëta në aeroportin e Gjakovës, doli edhe komandanti i FSK-s. Rëndësia e këtij trajnimi është që është hera e parë ne si forca sigurisë që kemi një trajnim të tillë. Ne do të vazhdojmë edhe të ardhmen me trajnime të tilla. Dërsa Jason Wayne, major nga brigada e 4 e Komsërisë parashutiste luftarake në SBA, tha se qëllimi i këtij trajnimi është që pjesëtarët e FSK-s të jenë të gatshëm në fatkeqësi natyrore.
Today we were here partnering with the Kosovo Security Forces. Sot jemi këtu në partneritet me FSK-n, duke mbajtur një ushtrim ajror të përbashkët në përkraje të ndihmës humanitare dhe trajnim lehtësimit në fatkeqësi, në të cilin jemi duke punuar me ushtrinë ajrore amerikane, ushtrinë amerikane për Evropën dhe FSK-n. FSK-ja është njëra ndër organizatat me profesionale që kanë punuar ndonjëherë së fundi. Skenari i trajnimit kishte dëbënte me zbarkimin e parashutistëve nga aeroplanet amerikan bashkë me ngarkesat të tyre për t'u ardhur në ndihmë civilëve në rast të fatkeqësie. Lideri i shtetit që kundërshton Forcën e Sigurisë të Kosovës, që po qëndron në Tiranë, ai u prit nga homologu i tij shqiptar Edi Rama. Serbi sërish përmendi Kosovën, të cilën e quajti pjesë të Serbisë. Himni dhe simbolet sërbe zunë vend në Tiranë. Garda shqiptare u rështua pas 70 vitesh të nderoj një kryeministër sërb. Aleksandar Vučić bashkë me ekipin e tij erdhi në Tiranë në konak të Edi Ramës. E nga Shqipëria, të dy po përçojnë mesazh miqësie mes dy shteteve kur po flasim para gazetarëve. Këtë rast kryeministri Rama e shfrytëzoi të promovojë turizmin shqiptar. Në këthim të inkurajoj bashkëqytetarët e tij ta vizitojnë Shqipërinë, sidomos gjatë verës. Edhe Vučići u tregua i manitur me mikpritjen për të cilën tha se nuk ka asnjë vërejtje, por kaq e relaksuar biseda me gazetar nuk ishte kur flitet për Kosovën. Në çështjen e Kosovës ndajmë qëndrime absolutisht papajtueshme. Por Vučić nga ana tjetër shpresoi që të mos e prish miqësinë që po ndërtohet mes Serbisë e Shqipërisë. Na e kemi biseda mes Prishtinës edhe Beogradit. Na në një mënyrë miqësore dëshirojmë që këto ndryshime me Edi Ramën të barazojmë. Por dallim mes kryeministrave ka edhe për dronin e lëshuar mbi stadionin e Beogradit. Sigurisht e ka qenë i organizuar politikisht sepse flamuri i Shqipërisë së Madhe nuk e dërgoni dikon për të qeshur, por ose dëshironi të keni një ngjarje kulturore. E Rama nga ana tjetër tha se droni nuk i bën përshtypje fare, veç se ai mendon se nga ky rast u mor një mësim për të gjithë Ballkanin. Mësimi është kjo paqe kaq e madhe, kaq shumë e kërkuar dhe e mirëpritur nga gjithë popujt e Ballkanit, është ende aq e brisht sa mund vihet në rrezik edhe nga një top futbolli. Niko Qiri u përkujdes edhe për shqiptarët e Preshevës, kur kërkoi nga Beogradi trajtim dinjitoz, njëjtë siç e kanë edhe serbët në veri të Kosovës. Ai pati edhe një këshill për homologun e tij. Që njohja e Kosovës do të ishte një çlirim i madh edhe për ju, për Serbinë. Vučić u la të ik pas një pyetje nga gazetarët kosovar për të takuar më pas presidentin Bujar Nishani, kryeparlamentarin Ilir Meta dhe kryebashkiakun e Tiranës Lulzim Basha. Por në Tiranë do të udhëtojnë nesër edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa për të marrë pjesë në forumin ekonomik të Vienës. Këtë ka konfirmuar zyra për informimi kryeministrisë, por shefi i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se nëse Isa Mustafa në këtë forum do të prezantohet si kryeministri i qeverisë së Republikës së Kosovës, ai do ta lëshojë takimin. Kështu ka thënë një zyrtar serb që pritet të jetë në delegacion me Vučićin gjatë qëndrimit në Tiranë sot dhe nesër, sipas të cilit mund priten provokime. Tiranën do ta vizitojë edhe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ai ka konfirmuar se do të marrë pjesë në forumin ekonomik të Vienës që do të mbahet sot dhe nesër në kryeqytetin shqiptar. Kreu i qeverisë maqedonase pritet të mbrojë të njëjtën pasdite në orën 17 në kryeqytetin shqiptar dhe në agjendat e tij. Ndër të tjera janë parashikuar takime me krerë më të lartë të shtetit. Në këtë samit do të mungojë kryeministri grek Aleksis Tsipras. Lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka deklaruar se 7 personat e dënuar për rastin Monstra janë të pafajshëm. Në një intervistë për gazetën gjermane Die Zeit, ai ka thënë se zbulimi së vërtetës për vrasjen e 5 fish të para 3 viteve mund të nxjisë përplasjen në Maqedoni në të cilën mund të ketë edhe viktima. Kjo është arsyeja që sipas Zaev po zhvillojnë bisedime intensive me komunitetin shqiptar që të gjejnë një mënyrë për të penguar atë reagim. Ai megjithatë nuk përret që të përsëritet konflikti i vitit 2001 dhe vlerëson se populli është i bashkuar.
Si radhë më parë, krerët e partive shqiptare të Maqedonisë kanë folur me një gjuhë të përbashkët. Kjo ka ndodhur në takimin e 4 liderëve të subjekteve politike të zhvilluar një ditë më parë në Shkup. Ali Ahmeti dhe Mendo Thaçi kanë kërkuar miratimin e një dokumenti 7 pikësh që flet për drejtat e komunitetit shqiptar në Maqedoni si një rrugdalje nga kriza e thellë politike që ka përfshirë Shkupin zyrtar. Si shmerr vesh Klan Kosova, ata kanë kërkuar që të garantohet se një shqiptar do drejtoj një nga 3 postet kryesore të Maqedonisë. Kjo do thot pozitën e kryeministrit, presidentit ose kryetarit kuvendit. Kjo kërkesë e liderëve të BDI-s dhe PDSH-s nuk ka gjetur mirëkuptim nga Gruevski dhe Zaev gjatë takimit të së martës. Më tutje në dokumentin 7 pikësh, të cilin e posedon Klan Kosova, Ahmeti dhe Thaçi kanë kërkuar zbatimin e pozitës juridiko-kushtetuese të shqiptarëve siç e parashë marrëveshja e Ohrit. Dy liderët kërkojnë vendimmarrje konsenzuale dhe ndarje të drejtë dhe proporcionalit buxhetit shtetit. Në dokument kërkohet dhe zyrtarizimi i plot i gjuhës shqipe në Maqedoni dhe deetnizimi i simboleve shtetërore që përfshin flamurin, himnin dhe stemën. Sipas këtij dokumenti dhe për te marrëveshjes së Ohrit, shqiptarët kërkojnë ndarje të drejtë territoriale. Mirëpo, lideri i LSDM-s Zoran Zaev ka thënë se sot se dy liderët e partive shqiptare, Ali Ahmeti dhe Mendo Thaçi, nuk kanë kërkuar njërin nga postet e larta shtetërore. Ish presidenti i Shqipërisë Aleksandr Mojsiu ka vizituar gjatë ditës Kumanovën. Në një prononcim për media e tha se është i befasuar me gjendjen e atje. Sipas tij, në Kumanovë është bërë luftë jo me policinë por me ushtri dhe duke qartë se ka qenë një terror për të traumatizuar banorët. Ish presidenti ka kërkuar një hetim ndërkombëtar të hollësishëm. Ai gjithashtu kërkoi që edhe Republika e Shqipërisë të jetë pjesë e hetimit sepse bëhet fjalë për popullin shqiptar. Kërkesë për informacione rreth rastit Kumanovës kanë edhe anëtarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, mirëpo ata këtë kërkesë ja drejtuan kryeministrit Isa Mustafa. Kjo kërkesë u bën nga deputeti vetëvendosës Recep Selimi, i cili tha se ky takim duhet bëhet pasi që në takimin e fundit që kishte pasur komisioni së bashku me ministrin e Brendshëm Skënder Hyseni dhe drejtorin e policisë Shpend Maxhunin, ata nuk kishin marrë informacionet e nevojshme. Ministri Hyseni nuk e kishte qartësuar a dinte apo jo Kosova se në Kumanov do të ndodhë ajo që ndodhi më 9 dhe 10 maj, po ashtu komisioni vendosi që të aranjojë një takim të përbashkët me Komisionin për mbikëqyrje të Agjencisë së Inteligjencës, ku do diskutojë mes tjerash lidhur me ato përgjigje që munguan në takimin e javës së kaluar me ministrin Hyseni. Krye parlamentari Kadri Veseli ka pritur përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Merit Mitrovicës. Ai u shpreh i shqetësuar me mos zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Paraditën e së mërkurës e rezervoi për të pritur mysafirë që i erdhën nga pjesa problematike e qytetit të tij. E interesimin më të madh kryekuvendari Kadri Veseli e ka për situatën e sigurisë. Lajmet që morin nga përfaqësuesit e shqiptarëve të Veriut e Mitrovicës nuk qenë fort e mira. Një shqetësim është veçanërisht mos realizimi përkatësisht, mos implementimi i marrëveshjeve të dialogut cila është duke zhvilluar mes Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë. Se gjendja në këtë pjesë të Kosovës nuk është e mirë, po tregon edhe ngecja në procesin e ndërtimit të objekteve të banimit e kthimit të zhvendosurve në veri të vendit. Fatkeqësisht, derisa kemi këto bllokime për anën shqiptare, në anën tjetër kemi një furi të ndërtimeve, veçanërisht të ndërtesave në të cilat janë duke u vendosur njerëz të komunitetit serb. Përfaqësuesit e banorëve shqiptar njoftuan kryeparlamentarin se serbët po vendosen më të madhe në këtë pjesë të Kosovës. Bojnë haptas e kolonizimin e atjeshëm dhe ne kërkuam që të ndërpritën të gjitha ato ndërtimet e cilat bëhen pa leje. Problem tjetër i shqiptarëve atje mbetet edhe gjendja e rëndë ekonomike. Në komunën e Veriut janë të punësuar vetëm serbët. Këtë me plot përgjithësia thëmë, shqiptarët nuk kanë kur fat të drejtën të punësohen atje. Pas këtij takimi, kryekuvendari i dha përkraje edhe idesën ndërmarrjes së një aksioni humanitar për ndërtimin e shtëpive në pjesën veriore të Kosovës. Kjo pasi ende vazhdojnë të jenë të uzurpuara rreth 420 shtëpi të shqiptarëve, kurse mbi 200 tjera ka nevojë të ndërtohen e rindërtohen. Ministria e Infrastrukturës, post ndërtimit të autostradës që lidh Kosovën me Serbinë, ka vendosur edhe zgjerimin e segmentit ekzistues 20 kilometrash nga Besia deri në Podujev, ndërkohë u treguan edhe arsyet e këtij projekti. Autostrada erdhi deri në Besi të Podujevës e do të vazhdojë drejt Merdarës në kufi me Serbinë.
Lidhjen me rrugën moderne të Kosovës me Serbinë përmes kësaj pike kufitare e përmendi edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić të mërkurën në Tiranë. Por krahas këtij projekti, Ministria e Infrastrukturës ka vendosur ta bëjë edhe një rrugë paralele. Segmenti ekzistues 20 kilometrash nga Besia drejt Podujevës pritet të zgjerohet. Shifet të tjetë në 4 shirita, do të thotë 2 një kaje, 2 në kaje në tjetër. Në vend kalimi edhe u kry që sigurisht se do të ketë edhe shiritat ndims në dimenzionit caktume sa është e përcaktume. Bile puna për zgjerimin e magjistrales parashihet të përfundojë më herët se autostrada, që do të shpihet drejt qytetit të Nishit. Në Ministrinë e Infrastrukturës tregojnë edhe arsyet përse u vendos për zgjerimin e magjistrales, ani pse këndej pare do të ndërtohet edhe autostrada. Kem vlerësu si ministri është mase e nevojshme të zbëhet zgjerimi i kësaj rruge, po e thamë për shkak që me të vërtetë është e stërngarkume prej veturave dhe prej qarkullimit që bëhet gjatë ditës. Ministria e Infrastrukturës të ajntën pritet të nënshkruajë një kontratë me operatorin i cili do të bëjë projektin për zgjerimin e magjistrales. E punimet pritet të nisin 9 muaj më vonë. Projektin për zgjerimin e rrugës ekzistuese e mirëpriten edhe banorët e kësaj zone. Por më zgjeru se komunikacioni shumë i ngarkum, më bo për shkak 4 tërake sikur rruga përfushosohet. Kosto financiare e ndërtimit të kësaj rruge do të dihet pas fazës së artimit të planit për të. E fondet për ndërtimin e saj do të sigurohen nga qeveria e Kosovës dhe nga donatorët. Për fuqizimin e rolit të grave u diskutua në Prishtinë, kjo në kuadër të projektit Barazia dhe përfaqësimi gjinor për te kufive. Të drejtat që kanë në shoqëri nuk i kënaqin. Ngjajshëm sikur gratë e Kosovës, edhe ato të Maqedonisë kanë ankesa për pozitën e tyre. E për të fuqizuar rolin e tyre në shtetet përkatëse, gratë të dyja vendeve u mblodhën të mërkurën në Prishtinë, në kuadër të projektit Barazia dhe përfaqësimi gjinor për te kufinjve. Projekti si qëllim në vete ka që të integroj, që të përdor strategjinë e integrimit gjinor si një qasje aktuale ndërkombëtare për ta çuar barazin gjinore më tutje në shoqërinë tonë. Nëpërmjet kësaj iniciative, femrat synojnë që të zgjidhin problemet me të cilat po ballafaqohen gjatë jetës së përditshme. Përfaqësimi i grave të Maqedonisë dhe atyre të Kosovës në jetën politike dhe në pozita vendimarrëse nuk është i kënaqshëm. Përveç kësaj, gratë ballafaqohen me shumë sfida dhe bariera që u pamundsojnë atyre të arrijnë aty ku duan. Prandaj, po synojmë të zgjidhim bashkë këto probleme. E projekti nga i cili do të përfitojnë organizatat dhe gratë e Kosovës e Maqedonisë financohet nga Bashkimi Evropian dhe do të zgjas për 2 vjet. Dalim pak tek sporti, skuadra e vllazënimit në ndeshjen e Superligës të zhvilluar në Gjakov me Trepshin 89 do paraqit me lojtar junior dhe kadet, kjo për faktin se futbollistët më të mirë të saj bojkotuan atë shkaku i borxheve. Kohën kur duhet të ishin në fushën e futbollit po e kalojnë në kafene. Futbollistët e vllazënimit janë duke bojkotuar klubin e tyre në ndeshjen e Superligës ndaj Trepçës 89. Ata po thonë se kuqezin tu kanë shumë bërsh të cilin nuk po e shlyejnë. Ata faktikisht na kanë bërë secili lojtar nga 2 rroga, megjithëse ata thonë rrogën e prillit edhe të majit e kanë, se maji vetëm kalojnë, na e llogaritim edhe majin na kanë. Na kanë premiat e vitit kaluar edhe tash që kena fitu disa ndeshje na kanë premiat edhe plus parat e kontratës që kemi marrë vesh në fillim sezonit. Kusht tjetër i lojtarëve për të dalë në stadium të mërkurën ishte edhe rikthimi i trajnerit të shkarkuar Genc Hoxha, që për ta ishte i padrejtë. Trajneri ka kërkuar për të më thënë drejtat tona, njerëzën tonë, edhe ka luftuar për neve. Pastaj na kemi vendosur që nëse s'kthehet trajneri nuk do ta luajmë ndeshjen as na, sepse e kanë shkarkuar me ne, na kena menduar që e kanë shkarkuar në mënyrë të padrejtë. Spaku edhe këto 3 xhiro ka qëndert me qenë trajneri pjesa jona edhe na dhe me vazhdu deri në fund. Në kafene, po e kalon të kohën të mërkurën edhe ish trajneri vllazënimit. Ai po thotë të mos e ketë parë klubin gjakovar në situatë më të rëndë. I bona 46 vjet aktivitet në futboll, edhe në kohën e ish Jugosllavisë, para luftës, edhe pas luftës, s'm ka ndodhur me çështu një kryesi çaq e pa interesuar me qenë nuk më ka ndodhur. Por në klubin e vllazënimit po thonë se lojtarët nuk po e thonë të vërtetën për borxhin.
Sipas tyre, ata nuk kanë marrë pagë vetëm një muaj, bile po mendojnë të ndëshkojnë futbollistët që bojkotuan takimin. Komisioni disiplinor i kryesisë së klubit është të marrë me këtë punë, nëse, domethënë kemi vendosur nëse vinë deri në momentin e fundit për ndeshjen, nëse nuk vinë, ka më pas pasoja për gjithë futbollistët. Vendin e hoxhës së larguar të mërkurën e zuri Ekrem Radoniqi. E ky në fushë ndaj Trepçës të 89, hyrën me lojtar junior dhe kadet. Në fund edhe psoj disfat 4-1 nga Mitrovicasit. Dhe për fundot flasim për superyllin e muzikës Pop Rihanna, e cila pritet që të krijojë një shtëpi diskografike të vetën ku edhe do t'i promovoj hitet e radhës. Për këtë do të bashkëpunojë edhe me një këngëtar kosovar, Enur Pakashtica, gazetari i Kosovës, e ka intervistuar babain e Rihanës, Ronald Fenton, i cili ka deklaruar se ajo është e bahnitur me zërin e një këngëtari të ri, i quajtur Freskim Rama. Babai i Rihanës, këngëtarës më të famshme dhe më të suksesshme në botë, muzika e së cilës po ndëgjohet në çdo cep të botës. Keq nuk po ja lejnë as kosovarët. Së pari Rita Ora e Action Bronson. Pastaj Albert Stanaj. E tash është një emër i ri i skenës muzikore kosovare, Freskim Rama me novkën Fresko, ku për të cilin ka fjalë shumë të mira nga kryefamiljari Fendi, i cili për herë të parë jep intervistë në një televizion shqiptar. Kur e pyetëm se çfarë pret Freskimin në të ardhmen, ai dha një përgjigje të madhe dhe të shkurtë. Kur mbesim te Rihanna, babai i saj na tregoi se ajo është duke punuar për ta krijuar një label të saj dhe ta krijojë muzikën nga aty. Një djalosh i ri në mosh, por që të ardhmen e ka të ndritur. Është ky Freskim Rama Fresk. Super ofertë në dyqanet e Komodita Home. Për çdo organ të bler Pierre Cardin, përfitoni falas 2 astëk nga e njëjti brand. Veçojmë 2 titujt e këtij edicioni. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić po qëndron në Tiranë si mysafir homologu shqiptar Edi Ramës, kësaj radhe vetë foli për Kosovën të cilën e quajti pjesë Serbisë, derisa Nikoqiri në përqeshje se mrolet vetëm para kamerave. Suleman Selimi dhe Samil Ushtaku bashkë me ish luftëtar tjerë të UÇK-s të akuzuar në procese Drenica 1 dhe 2 u dënuan sot me burg për krime lufte. Selimit u shqiptuan 14 e Ushtakut 12 vjet burgim. Pas pak ndiq një lajm të zgjeruar nga sporti në orën 21 zona B. Faleminderit që zgjodhët Kosovën për të informuar. Mirupafshim.